të tij. Ky takim në të cilin nga analiza e fytyrat, ju nuk do të gjeni dot asnjë buzëqeshje, asnjë lëvizje koke, asnjë reagim, sikur të ishte një takim mortor dhe i tillë ishte festa e farsës elektorale. Ky takim me narko-deputetët e tij, me përfaqësuesit e bandave më të rrezikshme të Shqipërisë, rajonit dhe Europës, karteleve të drogës, kartelit Troplin, Arken Ballën, Ani Dyrmishin, Drazhin e të tjerë, Sara Milën dhe grupin e kartelit të Elbasanit, përfaqësuesit e shytëve, Julianit të Pashakos, Renato Salihit dhe Arben Qimes, përkatësisht Klosi, Tezaku apo jo Tezaku, kush i merr vesh ato për i Belinc, Klodian Jahja, Koreshi dhe përfaqësues të tjerë, të Bajrëve, të Tukut, përkatësisht Shkodër dhe Lezhë. Pra, ky ishte tërmet peçve dhe shumë përfaqësuesve të tjerë të botës së krimit. Në këtë takim, Edi Rama u tha shqiptarëve se Kërbaçi i tij është spaku. Lvizni po desh, u tha atyre. Ja ku e keni spakun, që është në duart e mia, duke ditur se ata janë një sërim përfaqësues të krimit. Ai spakun nuk ja u tregoi vetëm atyre, po ja u tregoi patronëve të tyre të vërtet, që i nxorën deputet në lista. Nuk kishte edhe Enver Hoxha një takim të tillë kërcënues vështirë se do të arrinte. Ai foli për Altinin një lloj si Enveri për Arianitin. Pra, shqiptarët mësuan se farsa elektorale prodhoi një narkoparlament i cili nisi ditën, mbledhjen, pa hyrë akoma në sallë, duke vishkluar
me skapin si kam zhik të partisë të tij. Për sa u përket etiketave që përdori Edi Rama, unë i them kaq, që ka futur vendin në një fazë të re si kur më parë, në 32 vite. Dhe e garantoj se mira shqiptar që e kanë tashmë të qartë se kanë tek Edi Rama armikun e betuar të votës së lirë, nuk do t'ja falin kur ati këtë farsë elektorale. Sikundër, shprebindjen dhe besimin tim se raporti i komunitetit ndërkombëtar kundër të cilit Edi Rama po paguan shuma të jashtëzakonshme për ta ndryshuar, telefonatat pafundme, por nuk do t'ja arrijë. Raporti do t'jetë pasqyra më e vërtet e kësaj farse, për të cilën dhe njëherë fjalen do t'a kenë shqiptarët. Ka vetëm një rrugë, largimin e Edi Ramës, qeveri teknike dhe përsëritje e zgjedhjeve. Asnjë alternativë tjetër nuk shpëton shqiptarët nga farsa elektorale e instaluar në Shqipëri. Këtu do shihni fytyrën e Blendi Gorxhes. I ke apo si ke ato? Ja. Ky Xhabafti, përfaqësuesi i Xhabaftit me akreditime falso në qendrat e votimit në Vorë. Kanë, se janë një bandë këta, nuk janë vetëm, janë 3-4 janë Xhabaf, pastaj kanë të tjerët për rreth tyre. Tjetër. Edhe të policisë, ti që vjen, edhe do raportojës prapë. Mana Lokshi po mbron qytetarët nga një bandë rrezikshme. Ja patë akreditimin ati. Si plaga ime. E me plaga ime që kam bërë më të përshëndet. Raporte, i raportit të shpakur, edhe të policisë, ti që vjen, edhe do raportojës prapë. Ti do raportojës prapë. Për Edi Ramën, Ti, asu, e marë. Falso. Tjetër. Jemi je për gjunaf. Si plaga ime. E me plaga më të bukur se ty. Po ka ju, si je për gjunaf, mis vjesorë. Ka Tirana vjen Vorë. Kam lind tu në shpatin. Unë kam lind tu. Gati do vish me këtë malogun këtu. Hajde, Gërnecin e bot. Edi Rama me i boni pallatet. Të gjitha urdhroni zgjedhjet. Është mashtrues ndërkombëtar. Dhe a ka votuar apo jo? Ju si quhenit lutem edhe Albert Xhabafti. Ju votuat? Po shkosha për të votuar, edhe e pet që po shkoja për të votuar dhe për mene emrin në syt tim. Prandaj edhe unë i thash çka kemi më kaç. Raimonda, Do shkosh të votosh. Po normal që do votosh. mund të shkojë zotëria për ta ndjekur në procesin e votimit në këto momente? Po, do vish të votosh tani? Do vini të votoni tani? Po, do votoj. Hajde. Okej, po ju ndjekim. Nëse keni mund t'ju ndjekim me qëse keni Si media për ta ndjekur procesin. Jo, zotëria. Me që jeni media, Po. dilni dhe pyesni një qytetar të zotëria. Me guxim. E demaskon, e nxjerr mashtrues
tregon se ai është gjendarmi i zgjedhës. Ai ka votuar, s'ka asnjë lloj lidhje me votimin, përveç me policimin e votuesve. Banda të armatosura ka ndërguar shtytët në afërsitë qendrave të votimit në Lushtje. Mercenarë të marrë nga Veriu apo Kosova, kush e merr vesh nga ishin. Për pasi kanë futur në listë një vajzë që është e zgjedhur e tyre, pastaj kanë punuar për Çenoklosin, Koreshin, Klodian Lahja. Aktiv në krim Julian Sula apo Juliani Pashakos, i njohur për krimet e tij. Po kështu, Arben Qimja, Belinda Balluku e shpall në kërkim në mënyrë që ta detyroj, ku ishte në kërkim të punoj për kandidatët e Partisë Socialiste. Renato Salihi apo Renato Çami, ai punoi intensivisht për Çenoklosin dhe Klodian Lahjan. Këto ishin pra sepse këto janë të filmuara, kurse banda e shtytëve e armatosur në afërsitë qendrës votimit, që qëndronte duke terrorizuar votuesit. Fytyra e vërtet e këtyre zgjedhjeve ishte krimi. Askush s'mund ta fsheh. Pyetje? News 24. Në fakt, deri më tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë reaguar publikisht për të vlerësuar sipas opinionit tyre procesin zgjedhor të 11 mart. Çfarë ndodh nëse Shtetet e Bashkuara kemi ndryshime në këtë proces? Pra çfarë bën Partia Demokratike dhe çfarë bën pra kjo parti, pra Sali Berisha, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do i pranojnë këtë zgjedhje, do i certifikojnë? Tani, e vërteta është që zgjedhjet i ka damkosur në mënyrë përfundimtare misioni vëzhguesve të OSBE-s, ODIHR-it, Parlamenti Evropian dhe Këshillit të Europës. Kjo është e vërteta. E vërteta tjetër, mendoj unë, se Shtetet e Bashkuara, bazuar në këto dokumenta dhe natyrisht në informacionet tjera që kanë vetë, nuk janë shprehur për këto zgjedhje duke respektuar standardin ndërkombëtar në këto raste, i cili kërkon që raste si këto, qëndrimet të shprehen pasi të finalizohet procesi me të gjithë problematikat e tij.